Mendoj se menaxhimi i kohës ndoshta edhe jo gjithmonë është term adekuat në lidhje në raport ose në trajtimin e kohës. Ndoshta më korrekte do të ishte me thonë menaxhimi i veteve tona, menaxhimi i veprave tona, menaxhimi i angazhimeve tona. Dhe këtu qëndron problemi i shumë njerëzve kur ata thonë s'kemi kohë. Kur njeriu thotë s'kam kohë, kjo në një farë forme e shpërfaq një problem tjetër. Kur ne i themi njëri tjetrit, nuk po kam kohë me të vizitu, nuk po kam kohë me orë në xhami, nuk po kam kohë me dalë, s'po kam kohë për familje. Kjo përveç që tregon se ti ki problem me menaxhimin e kohës, kjo tregon një problem edhe më të madh. Kur ti thu s'kam kohë mu fal, i bën që ti nuk i ki namazin në prioritet, e ki poshtë. Dhe për rjedhuj s'ki vakt. Kur ti thu s'kam kohë për familje, skandaloze është kjo, sepse ti nuk e ki prioritet familjen. Do më thonë, nuk është problem koha, problem është radhitja prioriteteve. Nëse nuk e ki familjen, xhamin, se më thonë shkollimin në radhë parë, i bjen që ti kur nuk i kohë, sepse e ke lënë, se më thonë në radhitje poshtë dhe kur nuk del koha për to. Do më thonë, në realitet, arsyetimet që ja bojmë një i tjetrit ne për punën e kohës, se s'po kam kohë, shpesher janë arsyetime tu mundu me, se më thonë, mu arsyetu para një i tjetrit, po që në fakt, ato shpesher janë edhe ofendime, sepse kur unë e tham ty s'po kam kohë me ardhë, i bjen që unë nuk të kam ty në prioritet. Sepse po t'ishe ti në prioritet, unë kisha gjetë kohë për ty, prandaj mendoj që nuk qëndron dhe nuk është korrekt gjithmonë arsyetimi se nuk po kam kohë.